Nata të mori në sirën e saj, kitara jote po shkret në vaj. Ti ke larë në qelë. Me Sokolin, kështu kanë zgjedhur ta kujtojnë djalin, bashkëshortin, babain, mikun, ish deputetin, kolegun, Sokol Oldashin në 1 vjetorin e ndarjes nga jeta. Një përshëndetje me zërin e Sokol Oldashit, një këngë kushtuar atij me tekst të deputetëve Astrid Patozi dhe Florian Mimës, copza nga fjalimet e tij e sollën në gjallë kujtimin e ish deputetit e ish gazetarit Sokol Oldashi në këtë ceremoni të posaçme. Faleminderit gjithë për gëzimje. Faleminderit gjithë për kohën që jemi të takim. E mes këtyre kujtimeve që sollën emocion, lot, mall dhe trishtim për humbjen e mikut të tij, Astrid Patozi u shpreh se Sokol Oldashi i mungon jo vetëm opozitës, por edhe qeverisë, ndërsa theksoi se modeli që la pas Oldashi duhet të ndiqet. Nuk besoj se do të habite njëri, po të thoja se në një farë mënyre i mungon edhe qeverisë, ndonë se ajo e ka një kryeministër. Dhe natyrisht që i mungon të mërësisht shumë Partisë Demokratike, megjithëse dhe ajo e ka një kryetar. Sokol Oldashi nuk la pas një platformë politike, jo thjesht se nuk pati kohë, por megjithatë ai e kishte një projekt, të cilin e vizatoi shpejt dhe neci e sipër gjatë fushatës shkurtër të zgjedhjeve në Partinë Demokratike. Por edhe pse ishte thjesht një maket, ai aktualizohet dhe merr më shumë vlerë çdo ditë që kalon. Kam bindjen se ai ka përcen kufit e një force politike, ndonse Sokoli nuk e pati kurrë këtë ambicje. Ai thjesht dhe vetëm kandidoi për të qenë kryetar i Partisë Demokratike. Patozi risolli edhe një herë disa koncepte të mikut dhe kolegut të tij në politikë. Politika është një profesion i vështirë, e cila ka dhe pjesën e vet bukur dhe tërheqëse, por jo biznesi më fitimprues. Se është vërtet një punë si të gjithë tjerat, por që nuk do të kishte asnjë vlerë pa barrën e misionit brenda. Se kjo shoqëri nuk ka nevojë për politikan delirant dhe egocentrist, dhe se opozita nuk është një çështje numrash, por çështje zemre dhe vullneti. Ndërsa deputeti Genc Ruli solli për të pranishmet jo vetëm kujtime, por edhe cilësi që e karakterizonin Oldashin, duke cituar shkrimtarin anglez Kipling. Askush mund të përshtatet më bukur vargu i Kiplingut. Të jesh i aftë që brenda ditës të pish me mbretin e të ash me leferin dhe të mbetesh potiomik. Ti pije me mbretin, për pa u deu. Ishe i nevojshëm dhe luajal, për pa u bërë fanatik dhe i përullur. Ti shtohesh në sofër dhe haje me are me leferi, por duke ditur të dilje i panjollosur nga vulgariteti që ndeshje atë. Disa nga momentet më të spikatura politike të 41 vjeçarit, po ashtu dhe batutat e tij në maj të gjuhës në përballjet me rivalët politik, apo këngët e tij të preferuara që i këndonte në tryeza mes mish, e bën edhe më emocionuese këtë përkujtimore. Por ajo çka nuk mbeti jashtë vëmendjes së medias në këtë ceremoni, ishte mungesa e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Bashës, ish liderit demokrat Zotit Berisha, si dhe ish kryetares së parlamentit zonjës Josefina Topalli. 41 vjeçari Sokol Oldashi ishte një ndër politikanët më të spikatur të së djathtës. Në fillim të viteve 2000 ai ngjiti shpejt shkallët e karrierës politike, ndërsa më parë kishte ushtruar profesionin e gazetarit. Pas dorëheqjes së Sali Berishës nga drejtimi i Partisë Demokratike, ai u përfshi në garë me kreun e ri të Partisë Demokratike, përballë Lulzim Bashës. Unë ju falenderoj edhe një herë për këtë takim dhe ju uroj mbarësi të gjitha.